Arsen Ruste. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, Aida, prokuroria e posaçme është rifutur sërish në ethet e garës. Kjo për shkak se sipas një vendimi Këshillit Lart të Prokurorisë, SPAK përbëhet nga 20 prokurorë. Aktualisht njëri prej tyre, ish drejtuesi i sektorit të krimeve të rënda dhe grupe kriminale, zoti Adnan Xholi, ka vendosur të sfidoj veten së pari, por edhe të jap një mundësi garës të jetë më atraktive duke konkuruar për të qenë prokurori i përgjithshëm. Zoti Xholi ka mbritur në prokurorinë e posaçme pas një karriere të gjatë për më shumë se sa 15 vitesh në prokurorinë e përgjithshme si drejtori i hetimit gjyqësor në disa prokurorë të ndryshëm. Më i fundit ishte, teksa ishte zoti Adriatik Llalla, prokurori i përgjithshëm, zoti Xholi ishte drejtori i hetimit gjyqësor, më pas ai drejtoi për disa kohë krimet e rënda, po ashtu drejtoi një prej çështjeve dhe proceseve ku politika e gjitha njëri pas tjetrit, ose thuaj të gjithë zyrtarët e vendit, përfshi president, kryeministra apo ish kryeministër, u paraqitën në prokurorinë e posaçme në një prej dosjeve më të bujshme aso kohe nda një atentati politik. U konsiderua i tillë pasi kishte një porosi, u folë se Durim Bami do të ekzekutonte Tom Doshin e anasjeltas po ashtu edhe Ilir Metën, akuzat mes njëri tjetrit, teksa u arrestuan politikan. U morë për orë të tëra në pyetje nga ish prokurori Adnan Xholi aso kohë si drejtues dhe sot prokurori i SPAK. Ajo dosje politike e cila një ditë më parë në fakt është përmendur në një seancë gjyqësore të rëndësishme, siç është ajo ish presidenti Ilir Meta, ku ka deklaruar se Durim Bami e Tom Doshi janë takuar me Charles McGonigal duke planifikuar ekzekutimin tim edhe politik. Rikthyer garës, Adnan Xholi ka shprehur interesin dhe do të garoj për një post në mandatin e krye prokurorit. Po ashtu ka shprehur interesin deri në këtë moment edhe prokurore Rovena Zoto, e cila më së fundi njihet edhe si prokurore e dosjeve me austriakët e gjermanët të call center, duke goditur një prej bizneseve më të rëndësishme edhe pse ilegale të Granit Papnikaj, i njohur ndryshe si Tropojani i call centerave, arrestuar në një prej rezidencave luksoze në plazhet e jugut, rezidenca Olea, e cila është edhe kjo rezidencë është kthyer në strehën e, nëse mund të themi, narkotrafikantëve dhe personave të kërkuar nga drejtësia, ku jo vetëm një herë Brojëria Kombëtare e Hetimit dhe SPAK kanë bastisur ambiente aty, po gjithashtu edhe policia e shtetit, derisa ku ka rritur të paktën në operacionet e fundit, administratorët e kësaj rezidence të bëjnë edhe rezistencë, por më pas, më falni që e them në këtë formë, prej veshi janë marrë duke treguar se kush strehohet në këtë vilë apo në këtë rezidencë, siç ka qenë dhe rasti i arrestimit, edhe me drogë dhe me ashashe kokain në vilën ku ishte fshehur Granit Papnika, i njohur ndryshe si Tropojani apo bosi call center. Kjo është dosja më e fundit që ka Rovena Zoto, ndërsa pritet që kësaj gare të shtohen edhe emrat të tjerë të prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm e prokurorive të apelit. Do të jetë një garë ku vendimarrja do t'i takojë Këshillit të Lartë të Prokurorisë me një renditje dhe më pas do të jetë parlamenti ai që do të zëvendësoj dhe do të vendos pasuesin e Olcian Çelës, të cilin mbetet për të parë nëse do ta shikojmë në një rikthim si prokuror apo do të marrë statusin e një gjyqtari apo një pjesë të administratës, jurisprudencës apo magjistraturës. Gjithsesi, për të sqaruar, prokurori i përgjithshëm nuk është më prokurori përpara reformës në drejtësi. Aktualisht kompetencat e tij janë administrative, janë ekonomike, janë menaxheriale. Kompetencat për sa i përket hetimit, pavarësia e prokurorëve ka bërë që ata të kenë një distancë nga prokuroria e tyre. Ka një rol të rëndësishëm prokuroria e përgjithshme dhe vetë prokurori i përgjithshëm, dalur në shkresat për cilëse letër porosit, por edhe në sektorin e përgjimit për prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Për prokurorinë e posaçme, sektori i përgjimit është i veçuar dhe nuk ka asnjë varësi nga prokurori i përgjithshëm. Po Aida. E kuptoj, po thejë në rreshta që do të ketë ndoshta të tjera kandidatura përveç Xholit dhe Zotos. Deri kur janë afate dhe kur pritet të kemi pra një konkludim edhe me seancën, besoj do të jetë për sesionin që vjen.
Përsa i përket zëvendësimit të prokurorit përgjithshëm, do të ndodhë në muajin nëntor dhe dhjetor, nuk do të ndodhë tani, ndërsa përsa i përket garës, janë edhe pak ditë, më pas KLP-ja merr lejen, por mbyllet në fillim gushtit. Kjo garë në shtator do të bëhet vlerësimi i kandidaturave, do të bëhet pikëzimi, do të bëhet renditja, do të përcjellet më pas sesionit të ri parlamentar dhe seancës në kuvend. Aty do të kemi më pas futjen e renditës edhe miratimin e emrit të ri, i cili edhe me votat e vetëm majorancës do mund të zgjidhet. Do të bede për të parë do tjetë apo një emër kontestuar, masivisht kontestimi më i madh i prokurorit përgjithshëm ka ndodhur me ish prokuroren Arta Marku, e cila aso kohë u zgjodh edhe me flakadam brenda një salle parlamentit, ndryshe Olcela nuk pati mjaft le themi kundërshti apo përplasje, do të shikojmë emrin e ri si do të jetë qëndrimi i opozitës. Por gjithsesi do të mjafton edhe votat e majorancës për ta emëruar prokurorin me një mandat 7 vjeçar në drejtimin e këtij institucioni, i cili është i rëndësishëm, por jo si dikur. Ndërkohë, një tjetër çështje, gjykata e Francës konfirmon arrestimin e Ermal Beshirit. Do të jetë në paraburgim. Çfarë pritet të ndodhë sa i takon komunikimeve, ndoshta institucionale, procedurave që ndiqen për ekstradimin e tij? Ekstradimi me Francën është krejt i mundur juridikisht, por e për shkak të statusit apo të shtetësisë si shqiptar, ai nuk ka asnjë pengesë për të ekstraduar nga autoritetet franceze drejt Shqipërisë. Ajo çfarë do duhet të plotësohet nga dita e djeshme, në fakt, kur gjykata e Amiens ka vendosur të miratoj arrestimin dhe të vlerësoj të ligjshëm mandat arrestin ndërkombëtar ndaj biznesmenit Ermal Beshirit, do duhet që Ministria e Drejtësisë së bashku me prokurorinë e posaçme të përcjellin nëpërmjet letër porosisë të gjithë provat dhe dosjen, apo njohur ndryshe si vendimin e masës së sigurisë zonë në mungesë ndaj tij ende pa ekzekutuar, e më pas do të jetë sërish po gjykata atje që do duhet t'i jap apo jo dritën në jeshile. Pretendimet e biznesmenit Beshiri kanë qenë për heqjen e arrestit dhe për vendosje në kusht. Është refuzuar kjo kërkesë nga magjistratët francez dhe pritet që brenda harkut kohor të 30-40 ditëve të ezaurohet kjo fazë. Ndoshta edhe më shpejt, ndoshta do të kërkohet kohë shtesë mbetet për të parë, por tashmë gjithçka i përket në thonjza qeverisë nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe prokurorisë posaçme, e cila ka deklaruar se i ka plotësuar të gjitha dokumentacionet dhe ja kanë vënë në dispozicion Ministrisë së Drejtësisë dhe Interpol për t'ia përcjell ato homologëve dhe partnerëve francezë për të sjellë një orë më parë Ermal Beshirin këtu për të përballur me drejtësinë. Nga ana tjetër, procesi administrativ në Francë dhe hetimet atje për dyshimet e spionazhit apo e Artagët apo shkelja e hapësirës ajrore është një proces i cili nuk varet nga çfarë ka ndodhur një ditë më parë pas ditën e djeshme në gjykatën e Amenis, por mbetet për të parë nëse do të ketë një strategji mbrojtje, një taktik apo një plan për të shmangur ekstradimin e tij. Deri në këto momente ende nuk është shfaqur e përpara drejtësisë franceze një plan i tillë. Është kërkuar mos mbahet në paraburgim, kjo kërkesë është refuzuar, është cilësuar i ligjshëm mandat arresti dhe ndalimi i tij, por ende jo okej për ta ekstraduar, por okej për të vijuar procedurën e ekstradimit, e cila ka një afat kohor. Arsen, ndërkohë, sipas informacioneve të fundit, ndalemi pak edhe tek dosja Balluku, ka agjentë të Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët kryejnë kontrolle në Tiranë dhe në Durrës. Në fakt, përsa i përket këtyre kontrolleve, janë vjushmëri e një hetimi të hapur tashmë ku në procedim penal jo vetëm, por kryesore është ish zëvendës kryeministja Belinda Balluku, aktualisht me status me deputetes së Parlamentit të Shqipërisë, për të sqaruar nuk ka asnjë kontroll ndaj saj individual të pronave, të automjeteve apo të vendeve ku ajo banon e punon, për shkak se nëse do të kishte një kontroll të tillë do duhej së pari SPAK, prokuroria e posaçme, hetuesit, Byroja Kombëtare e Hetimit, po e prokurori Dritan Prençi që ka të hapur këtë hetim, të trokisten në parlament se për shkak të imunitetit si deputete nuk mundet të kryen këto kontrolle, pra për të sqaruar e gjithçka që çarkullon në media,
por janë 8 mandate të miratuar nga gjykata për prona, biznese dhe personat të lidhur në këtë procedim penal që lidhen me lotet e tenderit të unazës së re apo unazës së madhe të kryeqytetit për të marrë ato që konsiderohen materiale me mundësinë e një prove të vlefshme. Arsen, faleminderit. Të përshëndes.